E dhejmë shumë e bollë, po krenore. Shka me thamë, sakrificë e mollë. Kur ju afrohesh varrezave, mandej një emocion të veçantë, thjesht që shtet e kemi, nuk kemi shtet tjetër përveç Kosovës. Jo me djalin tem, voglin, edhe me babën, më në 3 gjenerata im, të nderoj këtë vend, edhe t'ju flas fëmijëve gjenerata të reja për këtë vend që mos të harrohet kjo sakrificë e familjes Jashari me shekuj. E vi me vizitojmë këtë vend shenjtë dhe kthehemi prapë. Na vjen keq për humbjet që kanë pasur ndonjëherë familjes. Shka me thojë? E dhejmë shumë e bollë, po krenore. Çka ndjen kur vjen kështu? Gjithçka e përjetaj. Edhe para luftën, edhe gjatë luftën. Shka me thamë, sakrificë e mollë, dëshirë e mollë për liri, vendimi i fortë për shlirim, i bjen që të zënë. Qysh e cilëson ti këtë shtëpi? Se tha e vend i shajt, qysh e cilëson? Po shkata që rëshesh përveç se çfarë është. Si kanë sakrifikuar njerëz me familje, të ngjysh shkon që. Unë jam doktor Gazmend Boja, jam prej komunës së Klinës. Edhe sot ka qenë ditë e diele, ditë pushime dhe kena ardhur me vizitu Prekaz. Sa shpesh vjen doktor? Po, thuja gati çdo vit vi 2-3 herë në vit, po. Zakonisht dalë edhe me familje, po kësi herë ku marrë pashtu me familjarët mi, ku marrë dhe ku më vizitu e pashtë që është një ditë e mirë, edhe ja vlen me ardhë me vizitu shumë shpesh këtë vend. Çka ndjeni kur vini këtu? Po emocion, ndjen krenari, ndjen mall, shumë mall të madh, për shkak se e dim ngjarjen se si ka ndodhur. Kur ju afrohesh varrezave, mandej një emocion të veçantë për shkak se sheh njerëz që kanë dhënë jetën për Kosovën, prandaj është mirë çdo njeri në Kosovë marrë me vizitu këtë vend. Qysh do këtë Kosova tash, domethënë, kur e mendon këtë sakrificë dhe gjendën që Po sigurisht na duhet gjithë me luftu për Kosovë, duhet me punu për Kosovë shumë, duhet me e dashur Kosovën shumë edhe thjesht që shtet e kemi, nuk kemi shtet tjetër përveç Kosovës. Prandaj këtu çdo njeri që vjen këtu emocionohet, mundet me fol ndryshe dhe fjalët mundet me qitë ndryshe në momentin kur e viziton këtë vend. Unë jam shpend në Hio, jemi prej Gjilanit, jam me djalin tem, voglin, edhe me babën, më në 3 gjenerata im. Na vimi për çdo vit këtu, që nderimi, respekti, për kujtimi, për historinë. Ky vend është i shejt për këtë shqiptarët kudo që janë, dhe du të me pas një kulturë të tillë secili që vjen këtu, që ta nderoj këtë vend, edhe t'ju flas fëmijëve gjenerata të reja për këtë vend që mos të harrohet kjo sakrificë e familjes Jashari me shekuj. Çka ndjeni ju kur vini këtu? Domethënë e kujton edhe luftën, e kujton edhe Po, ndjenja të përzime, domethënë edhe të pikëllimit, po edhe jemi krenar që sot vinë, domethënë këtu të lirë, edhe kem mundësi me ju tregu fëmijëve në liri edhe për krejta vujtjet, për krejta peripecit që ka kalu ky vend, dhe mos shumti e ka vujt, më thonë familja, sepse krejt familjet e Kosovës me një farë mënyrë e kanë vujt okupimin, kanë qenë viktimat luftës, po familja e Adem Jasharit edhe Jasharajt përgjithësi e kanë përjetuar mas shumti mas keqti. Qysh do qysh e sheh Kosovën faktikisht, zhvillimin e Kosovës, kur tu e menu që sakrificë që e kanë bërë familja Jashari, po edhe familje tjera në këtë Kosovën. Po s'pedit çdo ditë është më e mirë se dita që e lajm pas, po a ka nevojë më mirë më bo, ka nevojë.